Të gjithë hani hithra, por nuk e dini se çfarë i shkakton kockave, zemrës dhe diabetit. Hithra është e njohur gjithashtu me emrin latin Urtia dionica dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët e mesjetës në Europë. Një filxhan çaji hithre ose edhe uji i saj përmban nivele të mira të vitaminës A, të vitaminës B, riboflavin, niacin, folat, karbohidrate, gjithashtu dhe element shumë të rëndësishëm të proteinës. Ajo është e pasur me minerale të tilla siç është për shembull kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, gjithashtu mangani, zinku, bakri dhe magnezi. Ju mund ta përgatisni lëngun e hithrës duke vluar disa gjethe hithre në ujë. Mund t'i shtoni gjithashtu edhe një lugë me mjaltë për ta ëmbëlsuar dhe për t'i shtuar më shumë fuqi shijes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Janë disa veti ushqyese të cilat mund t'i merrni nga konsumi i hithrave në dietën tuaj. Sipas Wellnet do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga shtimi i hithrës në dietën tuaj të përditshme. Ajo mund të ndihmojë në parandalimin e gurëve në veshka dhe problemeve të ndryshme të traktit urinar. Lëngu i hithrës është një diuretik i mirë natyror që mund të lejojë rrjedhjen e duhur të lëngjeve nga veshkat dhe në fshiks, duke parandaluar kështu edhe problemin e gurëve në to, duke u kthyer në një aleate të vërtetë të organizmit edhe në betejën kundër problemit të gurëve në veshka. Hithra është një produkt fantastik që mund të përdoret me kujdes vazhdimisht në dietën tuaj. Ajo mund të lehtësojë problemin e ekzemave dhe sëmundjeve të tjera të cilat mund të prekin lëkurën. Për shkak të vetive të mira antibakteriale që ka lëngu i hithrës, mund të ndihmojë gjithashtu në eliminimin e toksinave nga trupi, të lehtësojë edhe problemin e irritimeve të lëkurës dhe mund të kthehet në një aleate të vërtetë në shëndetin e saj. Sigurohuni ta përdorni hithrën vazhdimisht në dietën tuaj. Duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese, ajo mund të cilësohet nga ekspertët si një nga produktet më të mira që mund të jetë në shëndetin e lëkurës. Hithra parandalon gjithashtu edhe probleme të ndryshme siç janë edhe ato të alergjive. Lëngu i hithrës mund të lehtësojë alergjinë, që mund të ndodhë për shkaqe të ndryshme të sezonit, siç mund të jenë për shembull gruajtjet, sekrecionet dhe teshtimat të ndryshme. Ajo është një tonik shumë i mirë edhe për femrat. Lëngu i hithrës është i pasur me hekur që mund të ndihmojë edhe kundër luhatjeve të ndryshme të anemisë. Gratë shtatzana mund ta përdorin lëngun e hithrës në mbikëqyrjen e një eksperti për ta bërë gjithashtu edhe më shumë vlerat e saj. Gjithashtu, hithra është një produkt fantastik për persona të cilët kanë edhe probleme të theksuara me tretjen. Pini lëngun e hithrës në mënyrë që të parandaloni problemet e dispepsisë, të vjellat, kolitin, gjithashtu parazitët dhe probleme të ndryshme të traktit tuaj tretës. Hithra është një produkt fantastik që mund të luajë një rol të mirë në uljen e niveleve të ndryshme siç mund të jetë kolesteroli i lartë në gjak. Hithra përmban beta-sitosterol. Ky përbërës do të ndihmojë në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron gjithashtu të keni edhe një zemër më të shëndetshme. Për sa kohë hithra shtohet në dietën tuaj në sasinë e duhur dhe brenda mundësive, ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi i hithrës në dietën tuaj do ju ndihmojë të ruani më mirë strukturën tuaj të qelizave. Hithra është e pasur me flavonoide siç është për shembull quercetin, i cili është një antioksidant shumë i shkëlqyer dhe lëngu i saj ndihmon në mbrojtjen e ADN-s. Parandalon gjithashtu edhe probleme të ndryshme siç është luhatja e sheqerit në gjak. Hithra është një produkt fantastik që mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të higjienës së dobët orale. Përdoreni lëngun e hithrës në dietën tuaj për të bërë gargara në mënyrë që të pastroni më lehtë gojen dhe gjithashtu të mbani larg erën e keqe të saj. Për sa kohë hithra është përdorur në mënyrë të rregullt, vlera do të jenë më të mëdha. Në vendin tonë hithrat janë përdorur gjithashtu si në gatime, ashtu edhe në trajtimet e komplikacioneve të ndryshme. Ndaj një përdorim i saj i rëndësishëm është edhe ajo në formën e lëngut që mund të lehtësojë komplikacionet.
Kjo bimë është përdorur ndërshekuj edhe për të lehtësuar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga pluri dhe nga poleni. Ndaj përdorimi i saj në dietën tuaj gjatë periudhës së alergjive mund të jetë gjithashtu një lehtësues shumë i rëndësishëm. Hithra, falë vetive të saj të rëndësishme diuretike, përdoret edhe për trajtimin e problemeve të veshkave, gjithashtu edhe problemeve të infeksioneve urinare. Lëngu i tyre përdoret për të larguar lëngjet e tepërta të organizmit dhe për të lehtësuar gjithashtu edhe funksionin e zemrës dhe qarkullimin më të mirë të gjakut në trup. Së fundmi, një studim i kryer nga Universiteti Plymouthi doli në përfundimin se hithra mund të përdoret gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të artritit. Personat të vendosur në studim vunë re se, pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e tyre u reduktuan ndjeshëm. Gjithashtu ata vunë re se dhimbja ishte më e pakët përgjatë trajtimit një javor me përdorimin e kësaj recete. Përse funksionon hithra kundër problemeve të artritit dhe cilat janë përfitimet mbreslënse që ajo do t'i japë? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit sipas Universitetit të Plymouth, dhimbjet e personave që vuanin kryesisht nga artriti u qetësuan në sajt të përbërësve që ajo përmban, siç është për shembull edhe serotonina dhe histamina. Këto dy substanca janë neurotransmetor, të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, hithra konsiderohet edhe si një zgjidhje nëse konsumohet në formën e lëngjeve të shtypura ose në çaj, e cila mund të lehtësojë komplikacionet tuaja dhe mund të jetë një aleat i vërtetë i shëndetit edhe kundër problemeve siç është acidi urik. Ky acid prodhohet nga organizmi kur treten proteina dhe akumulohen në nyje dhe në kocka, duke shkaktuar kështu inflamacione dhe në rastet më të mëdha edhe dhimbje. Por si mund ta konsumoni hithrën për të lehtësuar këto shqetësime që shkakton artriti në trupin tuaj? Metoda e parë është trajtimi që aplikohet direkt në zonën ku keni dhimbje të forta. Një pastë me gjethe të hithrave të shtypura mund të jetë një lehtësues i gjendjes suaj në momentet kritike, derisa të merrni trajtimin e specializuar. Pra, mjafton që të shtypni në mikser gjethet e njoma të hithrës me pak vaj ulliri dhe të lyeni gjithashtu zonën ku ndjeni shqetësime. E mbani për 5 deri në 10 minuta dhe më pas e pastroni atë me një letër të lagur. Gjithashtu e shplani mirë edhe për të hequr çdo mbetje të saj në këmbën ose në pjesën ku keni shqetësime. Nëse nuk e duroni dot djegjen karakteristike të hithrave, ose shikoni që lëkura juaj mund të reagojë ndaj trajtimit, mund të provoni edhe metodat e tjera, të cilat mund të jenë më të tolerueshme nga organizmi juaj. Mjafton që të pini një lugë gjedhe me lëng hithre të njoma 3 herë në ditë për 15 ditë dhe të shihni ndryshimet. Kështu përfitimet e saj në dobi të organizmit do të jenë vërtet të larmishme. Gjithashtu edhe çaji i hithrave mund të jetë një aleat i mirë i organizmit edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Çaji ka efekte të mira qetësuese kundër problemeve të dhimbjeve të shkaktuara kryesisht nga artriti, ndaj përdorimi i tij me kujdes në dietën tuaj dhe në mbikëqyrjen e një eksperti mund të cilësohet si një lehtësues shumë i mirë i situatave tuaja vërtet kritike. Konsumoheni këtë çaj vazhdimisht dhe do të lehtësoni shqetësimin, por edhe nëse ju vuani nga artriti është mirë që të përfshini në regjimin tuaj ushqimor hithrën, e cila në kombinim me dietën tuaj të duhur mund të kthehet në një aleat të vërtet në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe lehtësimin e shqetësimeve që mund të shkaktojë artriti në nyjet ose në trupin tuaj. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë hithrën sepse ajo përmban nivelet e larta të vitaminës A, flavonoide, enzima dhe veti të mira anti-inflamatore, çka do të nxisin një mbrojtje më të mirë të organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni ta përdorni, përdoreni atë gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar gjithashtu gabimet që mund të bëni në përdorimin e saj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.